Të nderuar deputet, të nderuar shtetas të Republikës Shqipërisë që na dëgjoni sot në këtë seancë të rëndësishme, një nga seancat të cilat do të lërë gjurmë në mënyrën se si Parlamenti i Shqipërisë përfaqëson dhe garanton të drejtën e gjithë shqiptarëve për mirëqeverisje. Sot, në emër të 5 deputetëve të antarë të Këshillit për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin, do të lexoj një përmbledhjen e raportit rekomandues të gjysmës së Këshillit, pra përfaqësuesve të opozitës në Këshill, në lidhje me kërkesën e prokurorisë për rastin Balluku. Kuvendi i Republikës Shqipërisë në datën 16 dhjetor 2025 është vënë në lëvizje nga Prokuroria e Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar me shkresën numër 43019 të protokollit datë 16 dhjetor 2025, ku ka kërkuar nga Kuvendi dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë për arrestimin apo heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit të masës së sigurimit nga ajo e ndalimit të daljes së shtetit e parashikuar nga aneni 233 i Kodit Procedurës Penale dhe pezullimit të ushtrimit të një detyre a shërbimi publik e parashikuar nga aneni 242 i Kodit Procedurës Penale në atë të arrest në burg apo në shtëpi të zonjës Belinda Balluku, e cila ushtron funksionet e deputetit, ministrit dhe zëvendëskryeministrit. Kjo kërkesë e prokurorisë shoqërohet nga relacioni përkatës i arsyetuar si dhe me provat e plota të administruara në mbledhjen e Këshillit, me anë të cilit parashtrohet se prokuroria në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025 ka marrë si të pandehur dhe person nën hetim deputeten Belinda Balluku, për shkak se dyshohet se ka kryer në mënyrë të përsëritur, janë 11 fakte penale, veprën penale, shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, kryer në bashkëpunim parashikuar nga anenet 258, fraksion 2 e 25 të Kodit Penal. Kërkesa që bazohet në anenet 73, 95, 103 të Kushtetutës, në anenet 260, 288, 289 të Kodit Procedurës Penale, si dhe në anenet 13 dhe 118 të rregullores së Kuvendit, është marrë në shqyrtim nga Këshilli për Rregulloren, mandatet dhe imunitetin në vijim Këshilli, në mbledhjen e datave 19 dhjetor 2025 dhe 23 shkurt 2026. Në përfundim të shqyrtimit nga Këshilli, përfundimisht 5 antarë të Këshillit përfaqësues të pakicës parlamentare, në mbështetje në 73, 95, 103 të Kushtetutës, neneve 260, 288, 289 të Kodit Procedurës Penale, neneve 13 dhe 118 të rregullores së Kuvendit, si dhe nga analiza e fakteve dhe rrethanave të çështjes, rekomandojmë që deputetët në seancë plenare të Kuvendit të Republikës së Shqipërisë të votojnë pro për miratimin e kërkesës numër 43019 protokoll datë 16 dhjetor 2025 të Prokurorisë së Posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, duke vendosur dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës Shqipërisë për arrestimin apo heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit nga ajo e ndalimit të daljes së shtetit e parashikuar nga aneni 233 i Kodit Procedurës Penale dhe pezullimit ushtrimit të një detyre a shërbimi publik e parashikuar nga aneni 242 i Kodit Procedurës Penale në atë arrest në burg apo në shtëpi për deputeten Belinda Balluku, në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, ku ajo është marrë si e pandehur dhe person nën hetim për shkak se dyshohet se ka kryer në mënyrë të përsëritur veprën penale, shkelja e barazisë në tendera për e pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike, kryer në bashkëpunim parashikuar nga anenet 258, 2 e 25 të Kodit Penal. Në miratimin e këtij rekomandimi mbajmë në konsiderat sa më poshtë. Sipas jurisprudencës së gjykatës kushtetuese, pika 2 e neni 73 synon të mbrojë veprimtarinë e vetë Kuvendit, jo të deputetëve të veçantë.
për aq sa ajo mund të synohet si rezultat i procedimeve penale me sfond politik ndaj deputetëve të veçantë. Në këtë kuptim, vlen teksohet edhe qëndrimi i Komisionit Venecias, sipas cilit imuniteti i deputetëve nuk është privilegj personal i tyre, por qëllimi kryesor i tij, i imunitetit parlamentar, është mbrojtja e vetë parlamentit dhe në veçanti funksionimi i duhur i tij. Në këtë kuptim, Komisioni i Venecias ka mbajtur qëndrim dhe ka krijuar standardin sipas cilit duhet ekzistojë një prezumim themelor që imuniteti duhet të hiqet në të gjitha rastet kur nuk ka asnjë arsye për të dyshuar se akuzat ndaj deputetit përkatës janë të motivuara politikisht. Dhe paprekshmëria e tij duhet të zbatohet vetëm në rastet kur ka arsye për të dyshuar se në vendimin për ndjekjen penalisht të deputetit ka element partijako politik. Për këtë arsye, ushtrimi i përgjegjësisë kushtetuese nga ana e Kuvendit për të dhënë autorizimin me të cilin zyrtari publik zhvishet nga paprekshmëria duhet të synojë vetëm mbrojtjen e veprimtarisë normale parlamentare dhe verifikimit nëse akuza është e motivuar politikisht. Ndryshimet kushtetuese të vitit 2012 që u frymëzuan nga nevoja për të intensifikuar luftën kundër pandëshkueshmërisë së zyrtarëve të lartë shtetëror, reformuan thelbësisht konceptin e imunitetit parlamentar në Shqipëri. Rregullat e reja kushtetuese kanë tentuar të afrojnë zyrtarin e lartë shtetëror me qytetarin e zakonshëm në raport me përgjegjësinë penale dhe përgjegjëshmërinë për zbatimin e ligjit për të garantuar barazinë përpara ligjit. Një ndryshim i tillë erdhi si nevojë jo vetëm me një orientimi politik qeverisës në vitin 2012, por dhe si një detyrim për Shqipërinë në kuadër të procesit të integrimit evropian dhe të disa marrëveshjeve ndërkombëtare mes të cilave përmendim konventa penale kundër korrupsionit e Grekos. Në këtë pikpamje, Kuvendi verifikon vetëm procedurën që është zhvilluar, pa i hyrë cilësisë dhe vlerës së provave në drejtim të faktit penal dhe të autorësisë, ndryshe nga ajo që kanë bërë përfaqësuesit e mazhorancës qeverisë në Këshill. Imuniteti procedural nuk mundet dhe nuk duhet që në asnjë rrethan të shndërrohet në një mburojë nga pandëshkueshmëria apo si pengesë për drejtësinë. Nëse pranohet e kundërta, atëherë çdo akt i prodhuar është absolutisht i pavlefshëm sepse në mënyrë të dukshme Kuvendi tejkalon kompetencën e tij dhe merr kompetencë për ushtrim të paligjshëm të ndjekjes penale, pra uzurpon kompetencën gjyqësore. Nëse Kuvendi shqyrton nevojën apo jo të kryerjes së një veprimi konkret hetimor nga ana e organeve të drejtësisë, atëherë demokracia përballet me një rrezik flagrant. Rënohet parimi i ndarjes së pushteteve i sankcionuar nga neni shtat i kushtetutës. Jo vetëm kaq, por situata shturë dhe pasjell një tërësi pasojash që dëmtojnë pakthim parimet e drejtësisë dhe të shtetit ku sundon ligji. Në këtë terren kushtetues, në rastin konkret, është detyrë e Kuvendit verifikojë vetëm nëse ekzistojnë të gjitha kushtet për dhënien e autorizimit që kërkohet nga prokuroria për arrestimin e deputetit. Kuvendi në cilësinë e pushtetit legjislativ në këtë lloj procedure ka vetëm një detyrë: të sigurojë që deputeti në procedurë të mos jetë peng i përdorimit abuziv politiko-partijak për shkak të veprimtarisë së tij parlamentare. Nga deputetët e pakicës parlamentare në Këshill, ne, si deputet, mbajmë në konsiderat dhe standardin e vendosur nga Komisioni i Venecias, sipas të cilit organi parlamentar që shqyrton një kërkesë për heqjen e imunitetit nuk duhet të bëjë një shqyrtim ligjor të çështjes. Vendimi duhet bazohet mbi faktet dhe meritat e çështjes, siç i parashikojnë autoritetet dhe deputeti në fjalë, dhe jo mbi konsiderata të tjera politike apo të jashtme.
Në përputhje me këtë standard, Kuvendi nuk ka kompetencë për të vlerësuar meritën e çështjes për caktimin e masës sigurimit, llojit saj apo kushteve për secilën masë, por ka vetëm rol në verifikimin e ekzistencës formale të përmbushjes këtyre kushteve. Në të kundërtën, ai do të bënte shqyrtim ligjor të çështjes, jashtë kompetencës së tij kushtetuese dhe në shkelje të parimit të ndarjes dhe balancimit midis pushteteve. Kuvendi duke mos qenë organ kompetent, sipas kushtetutës përgjegjës për hetimin penal, nuk mund të çmojë meritën se cila është masa e përshtatshme e sigurimit për të mbrojtur hetimet apo të veprimeve konkrete që duhet të ndërmarrë prokuroria, që hetimi të jetë i plot dhe i pacënuar. Kjo është një kompetencë ekskluzive e pushtetit gjyqësor. Nëse Kuvendi do të vlerësonte që një masë e caktuar sigurimi është më e përshtatshme se sa një tjetër, apo një masë e caktuar sigurimi është e mjaftueshme, kjo do të përbënte ndërhyrje në kompetencat dhe pushtetin gjyqësor dhe përpasojë ndërhyrjen e drejt për drejt në mënyrë antikushtetuese në hetimin penal. Në rastin shqyrtim, Kuvendi nuk është ftuar për të caktuar një masë sigurimi, sepse nuk është kompetencë e tij caktimi i masës së sigurimit. Kuvendit i është kërkuar autorizim nga prokuroria që ajo të ketë mundësi të drejtohet gjykatës për caktimin e masës së sigurimit. Ashtu sikurse edhe pika 3 e nenit 260 të kodit procedurës penale sankcionon, citoj, kur nevojat e sigurimit rëndohen, gjykata me kërkesë të prokurorit mund vendos zëvendësimin e saj me një masë më të rëndë ose caktimin e një mase sigurimi shtrënguese ose ndaluese shtesë. Mbyll citimin. Është kompetencë kushtetuese dhe ligjore gjykatës që me kërkesë të prokurorisë të vendosë për zëvendësimin ose jo të masës së sigurimit. Caktimi i masës më të përshtatshme të sigurimit dhe përpasoj vlerësimin kushtetues ligjor për këtë është brenda sferës ekskluzive të gjykatës. Vendimmarrja e gjykatës i nënshtrohet kontrollit të brendshëm nga vetë sistemi gjyqësor, fillimisht në gjykatën e shkallës parë në mënyrë periodike, më pas nga gjykata apelit, gjykata e lartë apo gjykata kushtetuese. Nëse Kuvendi do të mbante qëndrimin që s'ka nevojë për një veprim të caktuar në kuadër të një hetimi penal, caktimi një mase më të rëndë, sigurimi personal për të mbrojtur të pacënuar hetimin, ndërkohë që organi i ngarkuar nga kushtetuta për të ushtruar ndjekjen penale, prokuroria, çmon dhe vërteton të kundërtën, atëherë Kuvendi në mënyrë antikushtetuese do të uzurponte kompetencat e organit të hetimit dhe pushtetit gjyqësor, duke njohur vetes atributin e caktimit të masave të sigurimit. Kjo do të ishte një ndërhyrje brutale në sferën e kompetencave të pushtetit gjyqësor dhe përpasoj cënim flagrant i nenit 7 të kushtetues, parimit të ndarjes dhe balancimit midis pushteteve. Në përputhje me sa më lartë, Kuvendi në këtë lloj procedure ka autoritet kushtetues të verifikojë vetëm 1. Ekzistencën e një procedimi penal të ligjshëm dhe mungesën e motiveve politike në hetimin penal të çështjes. 2. Ekzistencën e kushteve ligjore për autorizimin e veprimit të kërkuar nga prokuroria. 3. Plotësimin nga ana përmbajtësore të disa kritere të elaboruara nga Komisioni i Venecias. Në përfundim të këtij verifikimi rezulton në mënyrë të përmbledhur, raporti është këtu i tëri, është depozituar, është në dispozicionin tuaj dhe të publikut, pra rezulton në mënyrë të përmbledhur se 1. Provohet se ekziston një procedim penal i ligjshëm dhe se në rastin konkret jemi përpara prezumimit bazik që imuniteti duhet të hiqet sepse nuk ka asnjë pretendim apo arsye të besohet se akuzat kundër deputetes Balluku janë të motivuara politikisht, madje dhe vetë ajo, përmes avokatëve të saj, e konfirmon një fakt të tillë në seancë të
Këshillit Përkatës. 2. Provohet dyshimi arsyeshëm i bazuar në prova. Prokuroria tregon në mënyrë të qartë se ekziston dyshimi arsyeshëm dhe ai bazohet në një set provash që janë depozituar bashkëlidhur kërkesës dhe relacionit shoqërues, gjithsej 80 prova të ndara në 12 volume. 3. Provohet rreziku për procedimin penal. Prokuroria, në kërkesën drejtuar Kuvendit, si dhe në përgjigje të pyetjeve përpara Këshillit, treguan qartazi se në rastin konkret ekziston rreziku për prishjen e provave të procedimit penal nga deputetja Belinda Balluku. Pozicioni i saj si deputet i majorancës, ish zëvendës kryeministër dhe ish ministër, lidhja e ngushtë me një numër të konsiderueshëm të ministrave aktual të kësaj qeverie, në detyrë apo funksionar të lartë të administratës publike, drejtor të përgjithshëm të promovuar në detyra prej saj, është tregues i qartë i lidhjeve dhe aftësisë së saj për të ndikuar në cilësinë e provave të procedimit penal. Për më tepër, gjatë mbledhjes së Këshillit të datës 23 shkurt 2026, prokurorët sqaruan më tej këtë rrezik duke theksuar dhe paraqitur provat përkatëse se deputetja Belinda Balluku është përpjekur të ushtrojë presion mbi dëshmitarët përmes 2 formave. 1. Përmes të fortëve, e citoj, të fortëve, për të cilët prokuroria deklaroi se po verifikohet nëse janë të përfshirë në veprimtari të krimit organizuar, verifikim që mbulohet nga sekreti hetimor. Por prokuroria paraqiti provë konkrete përpara Këshillit për këtë. 2. Përmes zyrtarëve publik, pjesë e kabinetit të ministres, të cilët ose kanë shantazhuar për shkarkime nga puna ndaj familjarëve, ose kanë ofruar para në këmbim të ndryshimit të dëshmive dhe avokatit. 4. Provohet nevoja e kryerjes së veprimit nga ana e prokurorisë në kuadër të përshtatshmërisë së masës së kërkuar. Prokuroria në kërkesën e saj dhe në përgjigjet e dhëna përmes Këshillit tregoi qartë se çdo mas tjetër, veç asaj të arrestit, është e papërshtatshme për shkak të rrezikshmërisë së lartë shoqërore të veprës penale për të cilat po procedohet dhe për shkak të personalitetit kriminal të deputetes Belinda Balluku. Në këtë drejtim, duhet të evidentohet se rasti konkret paraqet rrezikshmëri të shtuar për shkak të përsëritjes në vazhdimsi të njëjtës vepër penale, duke dëmtuar drejt për drejt imazhin e institucioneve shqiptare në sy të opinionit publik, por dhe imazhin e Shqipërisë në arenën ndërkombëtare. Ndalen për një moment. Mjafton të lexohet raporti i prokurorisë posaçme nga të gjithë dhe kuptohet plotësisht se në çfarë degradimi total ka rënë shteti shqiptar, funksionimi i tij jo në përputhje me ligjin, por në shkelje totale të ligjit. Rikthehem tek raporti. Nga ana tjetër, nevojat e sigurimit janë rënduar për personin nënhetim dhe të panderën Belinda Balluku. Është fakt që prokuroria nuk ka kërkuar mas sigurimi në momentin që deputeti Belinda Balluku është marrë i pandehur për një fakt penal, ndërtimi i tunelit të Llogaras. Më pas ka lindur nevoja për caktimin e masës së sigurimit, sepse ajo ka marrë cilësinë e personit nënhetim për një tjetër fakt penal. Ndërtimi i lotit 4 të Unazës së Madhe të Tiranës, ku prokuroria dhe gjykata, në respekt të parimit të përshtatshmërisë dhe proporcionalitetit të masave të sigurimit penal, kanë kërkuar dhe caktuar një masë të lehtë të sigurimit personal, atë të ndalimit të daljes jashtë shtetit dhe të masës ndaluese të pezullimit të ushtrimit të një funksioni a shërbimi publik.
e cila ka mbetur e pazbatueshme për shkak të shkarkimit të saj nga detyra. Më pas, në ngarkim të deputetit Belinda Balluku, janë atribuar dhe 6 fakte të reja penale dhe indicje të mjaftueshme për 3 fakte të tjera penale. Dhe kjo ka diktuar nevojën e prokurorisë për të kërkuar autorizimin nga Kuvendi i Shqipërisë për të lejuar paraqitjen në gjykatë të kërkesës për caktimin e masës arrest në burg apo arrest në shtëpi, dhe për më tepër moskryerja e veprimit mund t'i jap mundësi të pandevrës që të dëmtojë hetimet dhe të pengojë drejtësinë. Është kompetencë e prokurorisë dhe gjykatës që më pas të vlerësojë në mënyrë periodike vijimin ose jo të nevojave që diktojnë kryerjen e veprimit të caktuar në mbrojtje të hetimeve. Pra është vetëm gjykata që do të caktojë këtë dhe nuk mund të jetë kurse si ky parlament pa shkelur kushtetutën. 5. Provohet përmbushja e të gjitha kriterëve të përcaktuara nga Komisioni i Venecias për heqjen e imunitetit. Deputetja Belinda Balluku, përmes avokatëve të saj, nuk ngriti asnjë pretendim se ndodhemi përpara ndonjë prej kriterëve që ka përcaktuar Komisioni i Venecias për mbajtjen e imunitetit dhe konkretisht, kur pretendimet janë qartazi dhe haptazi të pabazuara, kur shkelja e pretenduar është një pasojë e paparashikuar e një veprimi politik, kur pretendimet janë paraqitur qartësisht me motive politiko-partijake, fumus persekucionis, me qëllim shqetësimin ose intimidimin e deputetit ose ndikimin tek mandati i tij. Kur procedurat ligjore mund të rrezikojnë seriozisht funksionet demokratike të parlamentit ose të drejtat themelore të një deputeti ose grup deputetësh. Asnjë prej këtyre nuk ka rast në çështjen Balluku. Në mungesë të këtij pretendimi, Kuvendi nuk mund dalë jashtë vlerësimit të këtyre kriterëve që është i detyruar të votojë pro dhe është i detyruar të votojë pro heqjes së imunitetit për shkak se provohet që përmbushen kriteret e Komisionit Venecias për heqjen e imunitetit si më poshtë. 1. Heqja e imunitetit deputetit nuk e vë në rrezik serioz funksionimin demokratik të parlamentit. 2. Kërkesa për dhënien e autorizimit, heqja e imunitetit, është përshkruar në aktet e prokurorisë se bazohet në shkaqe të drejta, të rëndësishme dhe të sinqerta. 3. Shkelja pretenduar nga ana e prokurorisë, akuzat. Pra kjo shkelje është veçanërisht e rëndë për shkak se ajo është e përsëritur në 11 fakte penale, me një dëm të konsiderueshëm financiar dhe për një fond publik me vlerë të jashtëzakonisht lartë, 1.1 miliard euro. Shkelja që atribuohet deputetit për të cilat kërkohet heqja e imunitetit nuk është pasojë e veprimtarisë së tij si parlamentar. 5. Dhënia e autorizimit të heqja e imunitetit është një barrierë e vërtetë e cila nëse nuk realizohet atëherë verifikohet një pengim real i drejtësisë. 6. Mosdhënia e autorizimit është një akt i cili komprometon tërësisht autoritetin dhe legitimitetin e parlamentit në sytë e publikut dhe në marrëdhëniet institucionale me organet e tjera, për shkak se shkelet pas një motiv ligjor parimi kushtetues i barazisë përpara ligjit dhe parimi i ndarjes dhe balancimit mes pushteteve. 6. Provohet përmbushja e të gjitha kushteve dhe kriteret ligjore të caktimit të masave të sigurisë të parashikuara në 228, 229, 230 dhe 260 Kodit të Procedurës Penale. Konkretisht, 1. Deputetja Belinda Balluku nuk ndodhet në kushtet e ndalimit të parashikuar në pikën 1 të ne 228 të Kodit të Procedurës Penale, sipas të cilit askush nuk mund të nështrohet masave të sigurisë personal në qoftë se në ngarkim të tij nuk ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në prova. Mbaron citimi i dispozitës. Dyshimi i arsyeshëm për kryerjen e veprave penale në të paktën 11 fakte penale ekziston dhe ai është i bazuar në prova, 80 prova, që prokuroria i ka paraqitur në mënyrë shtruese në kuvend. 2.
deputetja Belinda Balluku nuk ndodhet në kushtet e ndalimit të parashikuara në pikën 2 të nenit 228 të kodit të procedurës penale, sipas të cilit, citoj, asnjë mas nuk mund të zbatohet kur ka shkaqe padënueshmërie të shuarjes së veprës penale ose dënimit, mbyll citimin. Në rastin konkret, nuk ka shkaqe padënueshmërie dhe të shuarjes së veprës penale apo të dënimit sipas legjislacionit në fuqi. 3. Deputetja Belinda Balluku përmbush të gjitha kushtet për caktimin e masave të sigurimit penal të parashikuara në pikën 3 të nenit 228 të kodit të procedurës penale, sepse a. Prokuroria provoi se ekzistojnë shkaqe të rëndësishme që vënë në rrezik marrjen ose vërtetësinë e provës, bazuar në rrethana fakti. B. Ekziston rreziku që atë largohet për shkak se rrezikon një dënim të rëndë për një krim të rëndë. C. Për shkak të rrethanave të faktit, përsëritjes së krimit dhe personalitetit të pandehurit dyshohet për kryerjen e veprave penale në 11 raste, ka rrezik që ajo të kryej krime të rënda ose të njëjtit lloj me atë për të cilin procedohet tentativa për pengimin e drejtësisë përmes intimidimit të dëshmitarëve tashmë ka ndodhur dhe ajo po hetohet nga prokuroria. 4. Në kërkesën për autorizim, prokuroria ka argumentuar se në kërkesat e saj për caktimin e masave të sigurimit ka mbajtur parasysh përshtatshmërinë e secilës prej tyre me shkallën e nevojave të sigurimit që duhen marrë në rastin konkret, duke përmbushur kështu kushtin e përcaktuar në pikën 1 të nenit 229 të kodit të procedurës penale. Është fakt që prokuroria dhe gjykata kanë respektuar deri më tani parimin e përshtatshmërisë dhe proporcionalitetit të masave të sigurimit personal, siç i citova më herët. Pra nuk ka ardhur menjëherë te kjo masë, po e ka ndjekur në varësi të çështjeve që ka patur, që ka filluar të jetojë. Në këtë mënyrë, prokuroria përmes veprimeve konkrete të përshkallëzuara ka respektuar kërkesat e pikës 2 të nenit 229 të kodit të procedurës penale, sipas të cilët, citoj, çdo mas duhet të jetë në raport me rëndësinë e faktit dhe me sanksionin që parashikohet për veprën penale konkrete. Mbahen parasysh dhe vazhdimësia, përsëritja, si dhe rrethanat lehtësuese dhe rënduese të parashikuara nga kodi penal. Mbyll citimin. Kërkesa për zëvendësimin e masës së sigurimit, ndalimi daljes jashtë shtetit me ato të arrestit në burg apo arrestit në shtëpi, ka ndodhur kur rëndësia e faktit penal është rritur. Nga 2 fakte penale, tashmë është nën hetim për 11 fakte penale, nga të cilat ka statusin e pandehurit. 2 fakte penale ka statusin e pandehurit, në 7 ka statusin e personit nën hetim, ndërsa për 3 të tjera ende nuk ka një status të konfirmuar procedural për veprimet, mosveprimet që janë në proces hetimi. Sanksioni për dënimin e mundshëm ka shkuar potencialisht nga maksimumi në 10 vjet në maksimumi në 35 vjet. Këtë e deklaroi haptazi drejtuesi i prokurisë së posaçme. Është vërtetuar vazhdimësia dhe përsëritja si dhe ekzistenca e rrethanave rënduese të parashikuara nga kodi penal, vepra penale dyshohet se janë kryer në bashkëpunim. 5. Është mbajtur në konsiderat kushti i parashikuar në pikën 1 të nenit 230 të kodit procedurës penale, sipas të cilit, citoj, arresti në burg mund vendoset vetëm kur çdo masë tjetër është e papërshtatshme për shkak të rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të pandehurit, mbyll citimin. Është fakt
që prokuroria ka vepruar në mënyrë të përshkallëzuar, kur nevojat e sigurimit e kanë mundësuar dhe është vlerësuar e përshtatshme caktimi një mase më të lehtë të sigurimit, kur kemi qenë përpara 2 fakteve penale nga ana e prokurorisë, nuk është kërkuar masa e sigurimit arrest me burg, por ajo e ndalimit të daljes jashtë shtetit. Në këtë moment e hetimit, ku pozita dhe nevoja e sigurimit është rënduar për shkak të hetimeve për 11 fakte penale që janë dëshmi e rrezikshmërisë së veçantë të veprës dhe të pandeurit, organi i prokurorisë vlerëson të papërshtatshme masat e tjera të sigurimit për personal përveç masave të sigurimit arrest në burg apo arrest në shtëpi. 6. Deputetja Belinda Balluku nuk ndodhet në kushtet e ndalimit ligjor për caktimin e masës së sigurimit arrest në burg të parashikuar në pikën 2 të nenit 230 për shkak se a nuk është grua shtatzën, nuk është një grua shtatzën ose me fëmijë nën moshën 3 vjeç dhe që jeton me të. Nuk është një person që ndodhet në gjendje shëndetësore veçanërisht të rëndë. Nuk është person që ka kaluar moshën 70 vjeç, nuk është një person toksikoman apo i alkoolizuar për të cilin zbatohet një program terapeutik në institucion të posaçëm. Zoti kryetar, kërkoj që vëmendje nga salla është qetësi po mbajnë që vazhdoni qetësisht. 7. Përmbushet kriteri ligjor i parashikuar në pikën 3 të nenit 260 të kodit të procedurës penale për zëvendësimin e një mase më të lehtë, sigurimi me një masë më të rëndë, për shkak se ndodhemi në rrethanën kur nevojat e sigurimit janë rënduar. Sikurse është argumentuar gjerësisht, nevojat e sigurimit janë rënduar në të dyja drejtimet, qoftë në drejtim të rëndësisë së faktit penal nga 2 fakte. Kemi shkuar tashmë në 11 fakte penale, vepra penale të dyshuara, qoftë në drejtim të sanksionit të parashikuar për veprën penale konkrete. Sanksioni ka shkuar potencialisht nga maksimumi në 10 vjet në maksimumi në 35 vjet. Të nderuar kolegë deputet, veçanërisht në këtë procedurë parlamentare duhet patur parasysh edhe impakti që do të kishte mosdhënia eventuale e autorizimit sipas kërkesës së prokurorisë, që do të përbënte rastin e parë në historinë e parlamentit që pas fillimit të funksionimit të prokurorisë së posaçme, krijuar si një organ i specializuar për të luftuar fenomenin e pandëshkueshmërisë në radhë zyrtarëve të lartë. Në një version të tillë do të rezultonte se, së pari, mbajtja apo ruajtja e një imuniteti të tillë në vetvete është një cënim i parimit kushtetues të barazisë përpara ligjit, i cili është thelbi i vetë shtetit të së drejtës. Maksima, sado lartë që ti të jesh, ligji është gjithnjë mbi ty, përmbyse duke shndërruar nëse je antar i parlamentit, i këshillit të ministrave, nëse ke mbështetjen e Edi Ramës, ligji nuk mund të të prek. Ky do të ishte sinjali më i rëndë dhe më i gabuar që parlamenti kurse si nuk duhet të emetoj ndaj qytetarëve të tij. Atyre që na përfaqësojnë, atyre që sot na ndjekin, atyre që kanë patur interesin ta ndjekin me dyert të hapura punimet e Këshillit për rregulloren mandatet dhe imunitetin, si një çështje interesi publik të lartë, por që në mënyrë të kundërligjshme u mbajtën të mbyllura, atyre që presin se si ne sot, ashtu siç përcaktohet nga Kushtetuta, do të votojmë me votim të hapur. Qytetarët që na përfaqësojnë duhet patjetër të kuptojnë pse ky parlament do të votojë në një mënyrë ose një tjetër, pse përfaqësuesit e tij, kur nuk ekziston asnjë kusht për mosheqjen e imunitetit, që kërkojnë që kushdo nga deputetët të jap apo dhe ministrat, edhe kryeministri, të jap llogari përpara ligjit për krimet që kryen në ushtrimin e detyrës, në mënyrë të veçantë korrupsionit, të shkojë përpara drejtësisë dhe jo të mbrohet këtu me korrac të imunitetit parlamentar të majorancës. Së dyti, vetë rregullat e imunitetit
në thelbin e tyre kanë potencialin e madh që të keq përdoren nga deputetët dhe të shndërrohen prej tyre në një stre për të mbrojtur nga shkelja e ligjit. Dhe kjo është ajo që mund të fillojë të ndodhë sot. Një vendimarrje e tillë do të shërbente si një incentiv për të tërhequr në strehën e parlamentit njerëz me rekorde kriminale. Ka ndodhur një herë këtu. Jemi detyruar të bëjmë një ligj me 3 pestat, ligjin e dekriminalizimit, të ndryshojmë kushtetutën për këtë. Po sot hapet rruga që të fillojë përsëri dhe ky parlament jetë përsëri strehë kriminalësh. Kjo është plagë e madhe, akoma shumë e freskët dhe aktuale e politikës shqiptare. Së treti, rregullat e imunitetit në vetvete dhe për më shumë akoma një vendimarrje për mbajtjen e imunitetit në rastin konkret do të minonte besimin e publikut tek parlamenti si institucion dhe do të krijonte përçmim për politikën, politikanët dhe vetë sistemin politik. Kuvendi, pas një dilemë, duhet miratoj dhënien e autorizimit se vetëm në këtë mënyrë secili prej deputetëve veçmas, por dhe kuvendi si një i tërë tregon standardin më të lartë të sjelljes etike dhe bëhet model për të tërhequr në mjedisin politik njerëz të rinj dhe me vlera. Kjo është detyra jonë, t'i përfaqësojmë ata që po na shohin, të gjithë ata 4.7 milion shqiptarë, për cilëve më pak se gjysma jetojnë këtu, po të tjerët na ndjekin nga atje ku janë detyruar të emigrojnë. Kjo është detyra jonë, drejtësinë e vendos sistemi gjyqësor. Së katërti, nëse kuvendi voton për mbajtjen e imunitetit dhe për pengimin e drejtësisë, ky veprim do të ishte goditja më energjike ndaj shpresës së publikut dhe aksionit politik brenda dhe jashtë vendit për reformën drejtësi dhe luftën kundër pandëshkueshmërisë, si themel edhe i rrugtimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Madje nuk është opsionale. Ne nuk kemi rrugë tjetër në këtë shteg që duhet ndjekim patjetër drejt Bashkimit Evropian. Së pesti, mbajtja e imunitetit nga kuvendi në rastin konkret tregon haptazi, mungesë vullneti politik për të luftuar korrupsionin jo vetëm deputetëve, po mbi të gjitha të ministrave dhe të kryeministrit dhe të kujdo zyrtari tjetër të veshur me imunitet dhe rrjedhimisht përbën një hap pas në rrugën e integrimit evropian të Shqipërisë. Në këtë mënyrë, kuvendi do të godas fort pritshmëritë dhe përpjekjet e shoqërisë shqiptare për t'u bashkuar familjes europiane, e cila na ka vënë ndër të tjera edhe kushtin për luftën me zero tolerancë kundër korrupsionit. Të nderuar deputet, përfundimisht dëshirojmë të evidentojmë se në shqyrtimin e kërkesës së prokurorisë duhet të mbështetemi në ruajtjen e interesit publik, në nxitjen e luftës kundër korrupsionit dhe abuzimit me pushtetin, në mbrojtjen e reputacionit parlamentit, në mospengimin e drejtësisë, në mosndërhyrjen në kompetencat e sistemit drejtësisë dhe në dhënien e mundësisë deputetit, të cilit i kërkohet heqja e imunitetit, që të pastrojë figurën politike në mënyrë të padyshimtë nga një autoritet i pavarur dhe i paanshëm, siç është sistemi i drejtësisë, duke respektuar parimin e barazisë përpara ligjit. Interes për akses në drejtësi nuk ka vetëm deputetja, po kanë të gjithë qytetarët e Shqipërisë për dëmin që prokuroria ka hetuar, ka gjetur dhe është e gatshme me prova të shkojë përpara. Aksesi në drejtësi nuk duhet të pengohet, jo vetëm deputetës duke penguar këtu, por edhe gjithë shqiptarëve të cilët e kanë këtë drejtë duhen të marrin vesh cila është e vërteta dhe të bëhet drejtësi. Kush është fajtor, le të marrë 35 vite. Kjo arrihet vetëm nëse përmbushet rekomandimi për dhënien e autorizimit nga Kuvendi i Republikës së Shqipërisë për arrestimin, heqjen e lirisë nëpërmjet zëvendësimit të masës sigurimit nga ajo e ndalimit të daljes së shtetit e parashikuar nga aneni 233 i Kodit Procedurës Penale dhe pezullimi i ushtrimit të detyra shërbimit publik e parashikuar nga aneni 242 i Kodit Procedurës Penale
pra zëvendësim në atë me arrest në burg apo në shtëpi për deputeten Belinda Balluku në kuadër të procedimit penal numër 136 të vitit 2025, ku ajo është marrë si e pandehur dhe person nën hetim për shkak se dyshohet se ka kryer në mënyrë të përsëritur dhe në bashkëpunim veprën penale shkelja barazisë së pjesëmarrësve në tendra apo ankande publike, parashikuar nga në 258-225 kodit penal. Në të kundërt, përmes mos miratimit të rekomandimit, siç është bërë tashmë publike nga qëndrimi i grupit parlamentar të mazhorancës socialiste, dhe të kemi ende kohën për dëgjuar nëse ka ndryshim, cënohet interesi pra me propozimin për mosheqjen